Bashkimi Evropian ka dhënë një mundësi të rëndësishme për Shqipërinë duke angazhuar një parafinancim për 64 milionë eurosh në kuadër të planit të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ky fond do të përdoret për të fuqizuar ekonominë e vendit dhe për të forcuar sundimin e ligjit duke mbështetur një Shqipëri më të gjelbërt me një kapital njerëzor më të fuqishëm. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, e cilësoi këtë një hap të rëndësishëm për Shqipërinë në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit të NBE. Urime Shqipëria për arritjet e një tjetër momenti të rëndësishëm në rrugtimin e saj drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes së nxit ekonominë forcon sundimin e ligjit, mbështetet një Shqipëri më të gjelbërt dhe fuqizon kapitalin njerëzor. BE-ja qëndron me Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit, u shpreh ambasadori i BE-s Silvio Gonzato. Krye negociatorja Majlinda Luka e vlerësoi këtë mundësi historike për Shqipërinë, duke nënvizuar se vendi është i angazhuar për të përmbushur të gjitha kriteret e nevojshme për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Ne kuptojmë plotësisht marrëdhënien e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet e ardhshme. Ne jemi energjikisht të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen e zellshme të kritereve për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në total, deri në vitin 2027, Shqipëria ka mundësi të përfitojë deri në 922.1 milion euro nga mekanizmi i reformës dhe rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të përmbushjes së kushteve të kërkuara për anëtarësim, duke përfshirë reforma në sektor të ndryshëm si ekonomia digjitale dhe energjia e rinovueshme.